Emri Dibra e Madhe edhe e vogël mbeti pas ndarjes që u bën në luftën e dytë botërore të Dibrës shqiptare. Dibra e Madhe që njihet sot mbeti në ish Republikën e Jugosllavisë dhe Dibra e vogël në atë të Shqipërisë. Por me ndarjen e këtij territori shumë shqiptarëve ju mbetën pronat andeje këtë e kufirit. Sefedin Ruçi nga Dibra e Madhe e Maqedonisë së Veriut thotë se në kohën e ndarjes së Dibrës, qeveritë jugoslave e ajo shqiptare vendosën një marrëveshje që nuk i lejonte të kërkonin pronat në të dy anët e kufirit. Kjo sipas tij bëri që shumë shqiptarë që janë aktualisht në Dibrë të Madhe të mos kenë mundësi të marrin pronat e tyre në anën e Shqipërisë, si dhe ana sjelltas. Krejt këto prona që janë në territorin e Maqedonisë janë tokat shqiptarëve. Tokat shqiptarëve Klobuçishti, Mashlara, Pocesta, Popinara, Majtara, Gjurica, krejt këto toka kanë mbet 1948 kanë mbet në anën e Jugosllavisë. Që kështu kanë bërë. Pronartje në Shqipëri. Kjo ka ndodhur edhe për luftën e parë botërore. Po si, gjithë janë atje. Gjithë pronartë janë në Shqipëri. Edhe më e keq që është bë kur është prish Jugosllavia dhe Shqipëria, u kanë bë një far ligji që të mos kenë drejt të kërkojnë pronat e veta. Kjo është e vërtet. E di gjithë populli, gjithë bota e di këtu. Këtë din këta. Se si është bë. Si ka mundësi unë kam lënë pronën në Shqipëri, s'kam drejt me marr pronën? Prona e gjishit, stërgjishit është. është me tapi, unë e kam tokën këtu në Sëllëkiq, karshi Gjuricës. Por në territorin e Maqedonisë e kam. Asnjëherë, kur edhe s'kam për me i marrën. Se kam bërë ligjin. Ka bërë marrëveshje Jugoslavia me Shqipërinë. Këto marrëveshje janë bomën. Ajo është marrëveshje kriminalesh. Ndash nga ana e qeverisë Shqipërisë, ndash nga ana e qeverisë Beogradit. Po. Unë dvorit të dive, edhe në Verogjes, edhe Titos. Po, i kanë kërku, kanë ardhun, nuk ka drejt me marrë pronët. Që këtu ke, me shkurën edhe në Klobuçisht, edhe në Mashlar, edhe në Pocest, edhe Kërçeshti. Ka pronar këtu që i kanë tokat. është humba jo tapima, nuk kanë këto drejt me marrë tokat. Tokën kanë vujt, gjishit, stërgjishit, me marrë një tokë për një kafshat buke me punu. Sot si punon kërkush, kanë mbledh vetëm Jonxha edhe Fera. Që kështu kanë mbet. Sefedin Ruçi aktualisht jeton bashkë me familjen e tij në Amerikë, edhe për këtë ai thosë se ka qenë një politikë fshehtë e ish Republikës Jugoslave që duke u dhënë pasaporta shqiptarëve, ata të largoheshin dhe pronat e tyre të merreshin nga maqedonasit. Ruçi shton se me prishjen e ish Jugosllavisë duhej që të prisheshin edhe kufit që janë aktualisht sot. Të dijanë, si shteti shqiptar, si shteti maqedono, serb, politikën e kanë luajtur. Dami ka shku në damin e poplit. Për poplin ka qenë keq, u largun gjithë shqiptarët, na dhanë pasaporta, t'ikim, dështë të bëjmë ushtri në Jugosllavi, pa t'ikim, na hapin pasaporta. Që të largohemi, edhe tash nuk kthehen ma, kur nuk kthem. Unë kam gjithë familjen e kam në Amerikë. Me kushtri, me vlezër, me motra, me kreti kam. Pa të nuk vinë më ti zotni këtu, çka do të vinë këtu? Ta buk me gjizë, Amerika buk me mishan. Kanë gjithë drejtat. Ajo është demokracia e pastër. Tash ne kemi mbet vetë këtu. Po punojmë, dhe kush mundohet të mbanë blegtorie me toka, me këtë, nuk ka. Do me thanë, ne punojmë vetëm për thangër. Për tjetër gjë nuk del. Njësoj si në Shqipëri, si këtu. Ku të marrish Ballkani njësoj është. Si që është kjo punë ne presim 30 vjetim në Evropë, Shqipëria duhet të jetë e para atje në Evropë. Gabimi i parë, gabimi i madh që është bë, u prish Jugoslavia po. Kufiri është këtu në bllad. Atë kufi e ka ndu Jugoslavia, jo Maqedonia. Se ka ndu Maqedonia atë kufi. Ai kufi është mbill 1948, në 49 është mbill. Kur u bën 90-ta demokracia, nuk duhet të ketë kufi, ne gjithë duhet të bashkohemi. Atë kufi e bën Jugoslavia po, u shkatru Jugoslavia. S'ka Jugoslavi, edhe kufi nuk duhet të ketë aty. A çfarë kufini? Ne maltratohemi tu dalë për kufinin e përsendet aty. Tu qendrohet tona, një Shqipëri. S'ka Dibër të madhe, Dibër të vogël. Një Dibër është, një popull jemi, një komb jemi. Shpresat për të marrë secili pronën e tij janë humbur qoftë nga ana e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut e qoftë nga ata të Shqipërisë, gjë që kërkon vetëm një vullnet politik të dy parlamenteve për ta rregulluar çështjen e trashëgimisë së pasurive të paluajtshme.